Ka e shkakton këto dhe çush duhet më mbrojt? Rubeolena është një lloj virusi të cilin në realitet perëndim podët e na mirët vakcina kundra rubeolës. Para shtazanis. Po në disa raste, është edhe pse merr vakcinë, prap nuk e ke nivelin e antitrupave aq të lartë sa që të në mbron për shkak për asana. E tani tani atë tërheqmi vretin, domethënë sidomos gratë që punojnë për kopshte janë më të rrezikume, atë duhet me tregu për shkak që nuk duhet me pas kontakt me çeto, nuk duhet me pas ose te toksoplazma për shkak domethënë këto. Edhe toksoplazma nuk është shpesh e kaluar. Edhe te toksoplazma domethënë është një farë paraziti i cili quhet smundje maceve, se bartet përmes maceve për shkak domethënë edhe përmes mishit i cili nuk është i trajtuar me temperaturë të lartë. Domethënë gruaja e cila është shtatzan edhe e ka IgG-n, e cila më tregon a ka pas, a se ka pas, është negative, atëherë domethënë ajo nuk ka imunitet për këto. Po tani shumë lehtë mundesh me tregu që duhet më mbrojt. Nuk duhet me hangër domethënë mishin pa trajtuar me temperaturë të lartë, çecia çapatadiune sallama, salçiçi, parizia çapatadiune që to gjana këto ashtu si përperoj edhe hiç. Për shembull nuk bën hiç. Pikërisht domethënë po ushqimet nuk bën hiç. Lakse, sushi që to gjana domethënë këto do të thjesht ajo domethënë e ka mundësi të më mbrojt prej asajna. Sallatat ose perimet të cilat rriten tokë, më kuptoj që duhet me pasur shumë, me pasur për shembull,